Atëherë, Alesia, ju keni vendosur të sfidoni një figurë si Sali Berisha. Çfarë e bën të domosdoshme këtë përballje sot dhe është kjo një betejë mes dy modeleve apo një përplasje brezash? Jo, pa diskutim që ideja nuk është iki Berisha dhe të zëjmë vendin e Berishës. Ideja është tek mesazhi që çdo e re e cila guxon që kjo parti të ketë rinin në krye, të ketë një riformatim. E gjithë kjo gjë bëhet një sak për të riformatuar Partia Demokratike, për të pasur një gjeneratër, edhe nuk është e theksoj për një post apo nuk është për të ikur Berisha dhe të viu. Unë absolutisht mund vi dikush tjetër i cili mund të ketë më shumë kontribut, mund të jetë më i pëlqyeshëm për demokratët, po për një mesazh qartë për të thënë që këtu ka të rinjtëria që duan që Partia Demokratike të eci. Partia Demokratike dhe kandidimi im vjen në nevojën për reformimin e PD-s, por mbi të gjitha për demokratizimin e strukturave në Partinë Demokratike, të cilat kanë ngelur në vend që nga 92-shë. Çfarë mësuat nga përfshirja juaj në proceset e brendshme të partisë dhe pse vendosët pikërisht tani të kandidoni për drejtimin e saj? Pa diskutim që nga proceset e brendshme të Partisë Demokratike mësova që nuk ka garë dhe pa diskutim që personat cilët fitojnë dhe kanë kontribute që vlerësohen nga kryetari dhe kjo parti është kryer në një pronë private të Berishës duke i shërbyer vetëm interesit tij personal. Dhe pa diskutim që një strukturë e tërë punon vetëm për një individ. Pse vendosa unë të garoj? Unë vendosa të garoj për të treguar model ndryshe, për të demokratizuar Partinë Demokratike, për të dhënë një mesazh që çdo kush i cili do që kjo parti hapet, kjo parti të bëhet më e fortë, kjo parti të bëhet alternativë për qeverinë nesër duhet jetë e vërtetë. Pse është ky momenti dhe pse pretendoj unë që kam të vërtetën me vete. Më thoni ju zonjë, si mundet që kjo parti të jetë alternativë për qeverinë nesër kur kryetari i saj sot nuk zbaton Ninin Basha që e ka krijuar po vetë ai. Dhe pa diskutim, duke ndjekur rregullat, duke respektuar statutin i cili është bërë nga vetë kryetari dhe i ndalon atij të li kandidimin, pa diskutim që unë hedh kandidaturën time me shpresën që do t'jap një mesazh ndryshe politik. Ju përmendni faktin që partia nuk mund të drejtohet nga një person non grata. A është kjo një vije kuqe e panegociueshme për ju dhe a do të thotë kjo se nuk pranoni asnjë kompromis me zotin Berisha? Tani, për mos çështjes non grata, ne kemi një statut Partisë Demokratike, neni 46.8, e cila e thekson qartë që kryetari që mbet zgjedhjet nuk duhet të rigarojë. Dhe pa diskutim që rregullat janë njësoj për të gjithë. Qofse ti kërkon që në shtëpinë tënde të respektohen rregullat nga të tjerët, pa diskutim që ti duhet ti respektosh dhe vetë. Se çfarë mund të presin nesër qytetarët nga dikush i cili nuk respekton statutin e partisë vet. Si mund të qeverisë vendin një person i cili nuk respekton rregullat në shtëpinë e tij. Këtu ta nisim, pa çuar parë pjesën tek non grata të raportit me ndërkombëtarët dhe tek raporti i zotit Berisha me drejtësinë. Zoti Berisha duhet të respektojë statutin që e ka vënë vetë që është Neni Basha. Që këtu duket çfarë alternative është Berisha për qytetarët dhe çfarë ofron Berisha për qytetarët. Berisha sot që flasin është i ezauruar dhe ka bërë betejat e tija politike 2013-2025, ka pas një ekip i cili vetëm ka humbur, ka 40 rrogtar cilët nuk përfaqësojnë popullin dhe nuk mund të garojnë për herë të pestë dhe t'i japin shpresë demokratëve që mund të vinë pushtet dhe mund të fitohet. Nuk fitohet me një ekip i cili nuk përfaqëson asgjë, as demokratët, as shqiptarët, as politikët, as një kaos vetëm. E vetë një gjë që ato përfaqësojnë është pa diskutim t'i binden kryetarit, se për të punë ato paguajnë. Dhe pa diskutim që nuk mund t'japë shpresë dhe nuk mund t'jene ardhmja e Partisë Demokratike. Çfarë ka ndryshuar tek ju si politikane që ju bën të mendoni se jeni gati të drejtoni Partinë Demokratike dhe si përgjigjeni kritikëve që ju konsiderojnë ende një figure pa konsoliduar? Tani,
se çfarë me thonë kritikët është e drejta e tyre, prandaj jemi në demokraci. Kush ka qenë kaq shumë i konsoliduar siç është doktor Berisha, ka pasur fatin e mirë që ta drejtojë PD 2 herë dhe ta çojë drejt fitores, fakti që ka dështuar dhe nuk ka arritur ta bëjë PD forcë fituese, i bie që pa diskutim duhet hapi krahun dhe të gjeneratën e re të provohet, a është aftësia e Partisë Demokratike në pushtet, a është ja sot Sali Berisha të marrë një hap pas për hyrjen e Partisë Demokratike. Pasi për mua personalisht mendoj që pengesa e vetme e riformatimit dhe i rinovimit të Partisë Demokratike është fiks zoti Berisha, dhe siç do thoshte Machiavelli tek një shprehje që një princ i cili nuk pranon të çdo nga pushteti i tij është destinuar ta humbi atë në mënyrën më denigruese të mundshme. Si shihni kandidatët rival në garë, si e vlerësoni rolin e Ervin Salianit brenda Partisë Demokratike dhe ndikimin që ka mbi bazën dhe votuesit, po për zonjën e Viko Kalari, a përfaqëson ajo një linjë alternative brenda partisë? Atëherë për zotin Saliani, pa diskutim që e vlerësoj si opozitar, është një individ me të cilin nuk kam bërë shumë kauza, është një individ cili unë e kam suportuar kur ka qenë kandidat për kryetar të forumit rinor të Partisë Demokratike, ka bërë burgun për Partinë Demokratike, është vlerësuar për Partinë Demokratike, do t'i jepte ngjyra garës për krehun e PD-s dhe pa diskutim që është një personazh i cili është i dashur nga demokratët dhe i përket një brezi të ri i cili do të hyrjen e Partisë Demokratike, do bashkimin e Partisë Demokratike, do që Partia Demokratike të jetë forcë fituese. Siç ja u thash në fillim të intervistës, nuk është çështja të iki Berisha apo të vija Lisja, nuk është, unë po e bëj këtë për një post. Unë këtë po e bëj për dhënë një mesazh qartë që Partia Demokratike duhet riformuar. Partia Demokratike ka nevojë për ngjyra të reja. Dhe këto ngjyra i ofron vetëm brezëri, jo Alisja personalisht, mund të jetë zoti Saliani që mund ta bëjmë në mënyrë të mund të jetë dikush tjetër, nuk është çështje posti, nuk është çështje emri, është çështje e një riformatimi, është çështje e demokratizimit të Partisë Demokratike. Pasi sot fatkeqësisht janë çokat e kryetarit që po e mbajnë vend jo vetëm PD-n, por gjithë Shqipërinë. Dhe unë jam që fituesit marrin përpara Partinë Demokratike dhe t'i prim betejës ndaj socialistëve. Mos jenë humbësit ato që premiohen dhe mos jenë humbësit ato që janë në krye të kupolës, të cilët nuk përfaqësojnë dot një kauzë, jo më të përfaqësojnë qytetarët, të dritat e tyre, apo të bëjnë luftën opozitare që i takon të një opozite me gjithë to skandale që ka qeveria Rama dhe ashtu tepër mund pritën 82 kartone për të mbrojtur deputetën e tyre nga institucionet e drejtësisë. Po për Viko Kalari, na përfaqëson ajo një linjë alternative brenda Partisë Demokratike? Nuk e njoh zonjën, kështu që kur nuk e njoh dikë personalisht, as nuk kam koment. E kuptoj. Ju kritikoni sulmet ndaj SPAK dhe institucioneve të drejtësisë. Si do të ndryshoj konkretisht qasja e Partisë Demokratike ndaj drejtësisë nëse ju do të merrni drejtimin? Atëherë, pa diskutim që qasja ndaj drejtësisë është e gabuar dhe qasja e problemeve personale që ka Berisha me faktorin ndërkombëtar që janë Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Anglia, janë një vije kuqe për Partinë Demokratike. Dhe këto dy probleme që janë personale të zotit Berisha kanë marrë përpara një opozitor dhe Partinë Demokratike. Prandaj ato protesta nuk japin dot mesazhin e dur, prandaj ato protesta nuk mobilizojnë dot zërin qytetar, pasi ato përfaqësohen nga një individ i cili ka probleme ndërkombëtarisht dhe probleme me institucionet e drejtësisë. Unë pa diskutim që jam një vajzë e re, jam profesioniste në fushën time, jam e pa korruptuar dhe pa diskutim që institucionet e drejtësisë unë i suportoj të bëjnë kundra kujdo i cili ka shkelur ligjin, qoftë majtas, qoftë djathtas. Kush ka vjedhur dhe ka bërë korrupsion kurrës popullit shqiptar, vendi i tij është në burg. Nuk ka rëndësi e i majt apo e i djathtë. Për mua, parimi i barazisë përpara ligjit në shtetin e së drejtës duhet jetë i njëjtë për të gjithë. Nuk ka ngjyrime partie majtas apo djathtas. Pa diskutim që me faktorin ndërkombëtar, qoftë se Berisha ikën dhe vjen dikush tjetër, qoftë unë ta thash, qoftë zoti Saliani, qoftë
zonja Tabaku apo dikush tjetër që mund të ketë aspiratë, pa diskutim që hap dhe dritare ndërkombëtare të opozitës me Amerikën dhe me gjithë faktorin në spektrin ndërkombëtar, sepse ne aktualisht jemi bllokuar prej leadershipit aktual. Në statusin tuaj në Facebook ju thoni se Partia Demokratike është boshatisur nga mendimi dhe personalitetet dhe sipas jush nuk ka më vend në parti. Keni një plan se si do t'i riktheni këto figura? Pa diskutim gara i rikthen figurat, meritokracia i rikthen figurat. Këto figura janë larguar pasi nuk kanë gjetur veten. Këto figura janë larguar pasi kanë fituar dhe nuk kanë marrë meritën e punës tyre. Unë në fillim të intervistës ja u thash që duhet të jenë fituesit ata që duhet i primë betejës opozitare për ta bërë një alternativë qeverisë së nesër. Nuk mund të jenë kur humbësit, nuk mund të jenë kur dështakët, nuk mund të jenë kur individët e njëjtë të cilët humbje mbas humbje dhe nuk bëjnë një analizë, nuk bëjnë një përgjegjësi të vetme. Ke dëgjuar në një funksionar të Partisë Demokratike aktual që bëj përgjegjësi për humbjen e 11 maj? Këto kanë humbur 4 herë dhe pretendojnë trigarojnë pa rezultat. E kanë kthyer humbjen në model suksesi. Modeli suksesit zonjë nuk është humbja, modeli suksesit është puna, përkushtimi, fitoria, përballja. Absolutisht nuk janë shokat, absolutisht nuk është dështimi, absolutisht nuk është justifikimi. Pas shumë mjeshanjë që na vodhën. Kjo është zgjidhja. Sot pyetja nuk është të iki Berisha të vija Lesja. Sot pyetja është Demokratike në të jetë sërish alternativë qeverisë se jo, dhe këtë e di gjithë shqiptarët. Prandaj ka ardhur koha që kushdo që ka ambicie të garojë, të japi një ngjyrë, jo vetëm garës Partisë Demokratike, po të japi shpresë rinisë se gjithë ato intelektualëve që nuk e kanë gjetur veten. Është fatkeqësi që sot funksionarët lartës janë larguar, është fatkeqësi që individ me kontribute heqin dorë nga kryesia e Partisë Demokratike pasi nuk e gjejnë më veten për shkak të mungesës garës, mungesës meritokracisë, por mbi të gjitha mungesës shpresës për të ardhur në pushtet në vijim. Kur thoni që kjo nuk është thjesht humbje, kjo është rëshqitje, apo flisni për një degradim politik apo edhe për moral të partisë? Atëherë kjo ka dy pika. Aristoteli do thoshte që një forcë politike e cila nuk rigjenerohet është e destinuar të denigrohet, edhe kjo arrin kur koha politike e çdo kujt mbaron dhe ti kthehesh në një figurë përsëri të tezauruar dhe të pabesueshme për publikun. Sot besueshmëria e Partisë Demokratike me leadershipin aktual për të ardhur në pushtet është zero nga masa. Dhe këtë e dim pothuajse të gjithë. Prandaj jemi në këtë fazë. Nga ana morale pastaj, demokratët kanë drejtën e votës protestojnë, protesta e tyre është e drejtë, për sa kohë skandalet e kësaj qeverie të mëdha, korrupsioni është i madh, por kur përfaqësohen nga doktor Berisha, kjo kauzë morale bie dhe nuk mobilizohen qytetarët. Por unë mendoj që këtë jam një leadership të ri me figura të reja, pa diskutim që bëhet lartësinë e duhur dhe pa diskutim që vjen pushtet me garë, sepse vetëm me garë, vetëm me votë dhe vetëm duke punuar mund ta sjellësh përpara partitë dhe duke dhënë ide. Sot politikanët që rrethojnë në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike dhe vetë Berisha nuk kanë ide, janë politikanë pa ide, janë politikanë cilët nuk kanë argumenta të debatojnë dhe nuk kanë forcë për të mbitur zërin, pasi janë të gjithë o të kapur o të lidhur në pushtete. Ju deklaroni se nuk kandidoni për një post, por për të mbyllur një cikël. Çfarë cikli konkretisht dhe çfarë do të ndodhë ndryshe ditën pas fitores suaj? Po kaq e vështirë është të kuptohet që kaq nga 92 deri tani 33 vite është vetëm një kryetar i Partisë Demokratike. A nuk ka drejt Partia Demokratike të ketë një kryetar të ri? A nuk ka të drejt kjo parti të hapet? A nuk ka të drejt kjo parti të kthehet demokratëve, të kthehet qytetarëve, të kthehet Shqipërisë, për të qenë një forcë alternative dhe për mos qenë më paterica e pushtetit? Lajmi i rigarimit Sali Berishës ka gëzuar vetëm Edi Ramën dhe askënd tjetër. Vetëm për Edi Ramën ishte festë rigarimi i Berishës, pasi do ktheheshe në një deja vu, në një lojë e cila është parë politikisht dhe përsëri do ktheheshim tek justifikimi që na vodhën votat duke u qarabitur nëpër emisione.
Unë jam për një PD ndryshe, jam për një PD e cila hapet, për një PD e cila përfaqësohet nga figura dinjitoze dhe jo nga dështar, të cilët vetëm ditë të humbit dhe humbjen e shesin si fitore. Si do ta bini një demokrat të zhgënjur që ky nuk është thjesht një slogan tjetër fushate? Ky nuk është një slogan fushate, pasi unë nuk po garoj që të tizë vendin Sali Berishës. Unë po garoj për të thënë që ka ardhur koha që gjenerata e re të jetë kryet Partisë Demokratike, mos qofsha do në vend. Por nuk mund ta vazhdoj të ketë një leadership i cili e mban atë parti për interesat e tij personale, e trajton si pronë private, por mbi gjitha nuk lejon edhe të hapet gara, tjetër gjenerata e reja që ta drejtoj. Unë nuk e dia do të pranohet edhe kandidatura ime, pasi deri tani me informacionet që kam është refuzuar Zeti Saljani, edhe zonja që ka pretenduar që do garojë në një deklaratë që ka dhënë sekretari i përgjithshëm i partisë. Kështu që në këtë kontekst nuk është çështja tek imi personal, është çështja tek mesazhi që unë dua të përcjell dhe tek demokratizimi e theksoi Partisë Demokratike dhe të çdo strukture të saj. Ju thoni se kandidoni për të rinj që nuk e shohin më veten në Partinë Demokratike. Pse mendoni se ata janë larguar dhe çfarë garancie u jepni që do të rikthehen? Ato janë larguar pasi nuk janë vlerësuar, ato janë larguar pasi nuk e kanë gjetur veten të përfaqësohen nga disa dështar të cilët nuk prodhojnë politikë reale, por prodhojnë vetëm servilizëm real. Dhe pa diskutim ato nuk janë modeli që duhet ndjeki rinia. Nga ana tjetër, çfarë premtoj unë? Pa diskutim që premtoj garën, premtoj që fituesit janë ata që do ta drejtojnë Partinë Demokratike dhe që ta shohin nga fitoria në fitore dhe jo nga unë duke pritur për betejën e radhës. Kur flisni për rikthimin e meritokracisë si rregull dhe jo si dekor, si do ta garantoni këtë në praktikë dhe kush do ta kontrollojë këtë proces? Këto janë procese në cilat pa diskutim hyet në një garë dhe pa diskutim që gara dhe vota ajo që e tregon. Këtu duhet marrë shembull që fituesit e primareve të zgjedhjeve të majit nuk përfaqësuan qytetarët, por ato zvendësuan nga shukat e kryetarit, rasti konkret ishte Elbasani, ku zoti Berisha e nënvlerësoi dëshirën e antarësisë që ishte zoti Sula i preferuari dhe pa diskutim që vendosi shokat e veta. Ky është modeli që demokratit nuk duan, ky është modeli që demokratit refuzojnë, ky është modeli i cili ty të jep rezultatin katastrofik 10-4 në Elbasan sikur në histori. Ky është modeli që unë po luftoj dhe pa diskutim që unë jam për të drejtën, jam për meritokracinë dhe jam për fituesit të cilët duhet i prik betejës për sjellë fitore. Në statusin tuaj thoni se sfida nuk është mes jush dhe një individi, por mes dy modeleve. Cilat janë konkretisht këto dy modele dhe ku ndryshojnë në praktik? Dy modele ndryshojnë praktik pasi modeli Sali Berishës është një model i cili është provuar. Është një model i cili ka treguar qartë shqiptarëve me statistika që nuk sjell fitore, përkundrazi. Ai nuk mund të dot as rezultatin e Lulzim Bashës vitit 2021. Pjesa e modelit tim ndaj tij ndryshon sepse unë jam tek drejtësia dhe pa diskutim që jam që individi që punon, individi që fiton, individi i cili ka merita duhet vlerësohet, sepse e drejta duhet vlerësohet, puna duhet vlerësohet dhe është ky individi i cili ka dashamirësinë e demokratëve dhe integritetin e duhur për të bërë ballë betejës, jo shokat dhe jo të paaftit. Kjo është diferenca ime midis meje dhe modelit Berisha. Ju premtoni standard, rregull dhe përgjegjësi. Si përkthen këto në vendime konkrete? Tani, në ditët mbi do t'jap programin tim i cili do jetë në çdo media dhe në një moment të dytë do ja shpalos edhe për ju me shumë dashurish. Kur thoni se nuk do të bëni kompromis me shkeljen e rregullave, a do të thotë kjo se jeni gati të përballeni edhe me figura të fuqishme brenda partisë?
Pa diskutim, pasi përballja sjell gjithmonë zhvillim, debati sjell zhvillim, por të jetë një debat i shëndosh, një debat i zhvilluar mbi argumenta dhe jo mbi servilizma. Unë jam kundra modelit servil të Partisë Demokratike ku humsi premiohet dhe fituesi më njanohet. Kjo është gara ime. Fituesi është fitues dhe humsi është humbës. Faleminderit shumë Alesia për intervistën edhe sukses edhe një herë. Faleminderit. Mirupafshim, kalofsh mirë.